Sa e rrezikshëm është stresi për trupin ton, për zemrën tonë? Stresi ka rol shumë të madh në shëndetin e zemrës. Tani, do me thonë, punët me orare gjata, ngarkesa, presioni, Dinamika. dinamika e jetës që ka ndryshuar viteve të fundit, Thellësisht. thellësisht, jep stres kronik dhe ky stres kronik e mban si të themi me një alarm trupin tonë, në gjendje alarmi. Kur trupi jon i ekspozohet stresit ose gjumit jo kualitativ, dhe këto duhet ta përmendim, ata persona kanë pritje më të madhe të kenë tension më të lartë të gjakut, po ashtu stresi ka lidhshmëri të ngushtë edhe me zakone të ushqyerit të pashëndetshëm. Pastaj me mos aktivitet fizik, do të thotë thjesht stresi shkon si nxitës edhe i faktorëve tjerë të rrezikut për sëmundje të zemrës. Kështu që menaxhimi i stresit, gjumi kualitativ kanë shumë rëndësi për të mbajtur një tension e gjakut në vlera optimale, të rrahurat e zemrës në vlerat optimale, sepse nëse ne i ekspozohemi në afat të gjatë, atëherë patjetër që e rrisim gjasën për të pasur probleme me zemrën.